në sistemin transaksional financiar shqiptar, ka një term transaksionet anonime. Quhet PEP. Person i ekspozuar politikisht. Po, e vërtet, po e di. Dhe çdo PEP është një person i cili nështrohet një kontrolli të 2 fisht apo 3 fisht nga sistemi bankar. Këtu llogaritën jo vetëm politikanët, po dhe biznesmenët dhe njerëzit publik. Kushdo që ka një person me cilin është i lidhur dhe një person që është i ekspozuar politikisht. Në këto kushte, çdo transakcion, sidomos në vlera të tilla, duhet kaloj ca filtra kontrolli, se nuk mund të jetë diçka që kështu. Kalon vetë sistemi bankar raporton çdo transakcion. Do ta bëj sistemi bankar, do ta bëj sistemi agjencia para raportim automatik te njësia parave, do të shkoj prokurorisë nëse ka. Jo vetëm kaq, me sa di unë, shkon për shumë të caktuara, dhe në këtë rast në mënyrë automatike për 5.000 euro e lartë raportohet automatikisht te njësia e inteligjencës financiare. Po kjo patjetër. Po ka dhe transaksione që në shumë të tilla verifikohen dhe nga Banka Qendrore Europiane. Pra, shkon atje, verifikimi dhe pastaj vjen. Tani problemi është terrorizmit dhe po shiko tani, po shiko çapo se këtu pastaj më ngret ajo, ai dyshimi që antena që gjërat janë bërë themi korrekt nga po ndryshe s'do ishte për transaksione. Se ndryshe s'do ishte për transaksione. Pra, po ta them unë pra, se ka gabuar. BSH-ja do kishte thënë, do kishte ngret alarmin dhe do kishte thënë, ktheu mbrapsht kontrolloj edhe herë, se bëhet fjalë për 750.000 nëse kanë ardhur nga Shqipëria. Unë them, kam dyshimi që këto kanë ardhur nga Shqipëria. Mendimi im. Kam dyshim që këto kanë ardhur nga Shqipëria. Ata pretendojnë tani që mendoj që nëse ky transaksion do të xhiruar nga Shqipëria, do ta kishim dorë transaksionin tashmë. Prandaj po them pra. Do dyshimi që kam unë është që dyshimi, domethënë kam me gazetarës që flas dyshimin, jo qëndrim timi personal, si qenë dhe politike, për nga në gazetarës, unë dyshoj që këto para kanë ardhur nga Shqipëria. Sepse po t'ishte që kanë ardhur nga Shqipëria, një minimalisht alarmi do ishte ngritur dhe nuk ti mund të korruptosh gjithë sistemin bankar të dytë shqiptar, edhe Bankën Qendrore. BSH-n ti nuk e korrupton dot. Në momentin që ajo ka një transaksion që shkon shumë atilla, do ngresh 200 lamur kuq. Pra, dyshimi i arsyeshëm. Shqipëria i bën gjithë transaksionet nëpërmjet bankave të Europës. Që transaksioni s'është bërë nga Shqipëria? Ka logjik më të madhe kjo pjesë. Është atë të paktën që tha dhe zëdhënësia e shtypit Zonja Garo, shprehu që ne hapëm një konto për ndihmë të Partisë Demokratike dhe kush e donte mund të financonte. Pra ngeli në këtë pikë që e shprehu ajo. Këtu nuk sqaroj një gjë. Kjo konto është hapur në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë? Një sekondë. Këtu fillojnë pastaj trilemat. Shiko, faktikisht ajo doli me fjalë kur plasi kontrata në rrjet, në media tjera, edhe filluan, shiko, do dishin diçka. Unë nuk mendoj se kjo kontratë në dukje mund të ketë element të pacënushëm, por në këto 2 detaje, 3 detaje të vogla, ne i kemi kapur, të paktën kjo pjesa e koalicionit që... Po s'është koalicioni, është fondacioni. Të lutem ka në shkrimin e atij. Koalicioni është emër tjetër, për atë për e thash. Shikom, përfaqësuesi i koalicionit, po s'ka rëndësi, Great Again s'e ka bërë. Shqipëria Great Again, por është fondacioni i tillë. Jo Shqipëria Madhështore, që do ishte ndryshe anglisht. Në qoftë se është pjesa për të cilën po flasim, Flamur Noka ka nënshkruar në emër të koalicionit. Ka nënshkruar në emër të koalicionit. Okej. Dakor, ajo do zgjidhet, do sqarohet. Këtu nuk po flasim që ne nuk e kuptojmë çka ka ndodhur. Problemi është ta kuptojmë si ka ndodhur. Se qa ka ndodhë dhe pse ka ndodhë, temi ne e perceptojmë. Problemi është nëse ka ndodhur, si ka ndodhur. $750.000 janë shumë për të nisur drejt Amerikës për këtë rast, dhe duhet të dish që vetëm nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Partia Demokratike ka marrë 450 milion lekë të vjetra për fushatën. Edhe shifra i bje... Gati 2 fish. I bje, po thuaj 2 fish. Dhe këto gjëra të cilat Spaku bën verifikime, në bazë të asaj të cilët ka identifikuar sot, që ka 2 dokumente, personat të cilët kanë firmosur, do të kërkoj shpjegime. Flamur Noka, apo tjetër, ata Spaku mund t'i kërkoj edhe kontratën atje. Dhe pasaj vazhdojnë verifikime. Kontrata ka dalë, është publik kontrata. Jo, ta ketë Spaku, po jo, personi i cili ka firmosur nga Partia Demokratike, Spaku e thërret. Nuk ka shanse i mos të rritet Flamur Noka në Spak. Unë them që edhe patrioti njeriu i lartësive Nureddin Seci, edhe ky ka përshtypjen që duhet të verifikojë dhe të garantojë që ka asete. Se këtu kjo është një pyetje që dua t'ju bëj unë. Sepse ka pasur debat me Tikon, unë tash
SPAK-u nuk mund të hetoj dikoj që jeton në Amerikë. Ja ka dy shqetësi. Jo, sepse ka dy shqetësirë, puna është subjekti jeton në Amerikë, edhe nëse ka bërë edhe nëse ka bërë penale atje ç'pun ka si. Shqipëria ka pasur një rast të tillë me Gruevskin. Subjekti është Partia Demokratike. Ka pasur një lobim të tillë edhe me Gruevskin. Nureddin Seci duhet ta Gruevski atëherë ka paguar rreth $1 milion për lobim. U kapën shkelje, sepse ai nuk bëri ato deklarimet në komisionin e tyre zgjedhor, si e formulojnë ata, mirë po, nuk ishe deklaruar edhe të pjesa e farës që kanë ata, si pjesa që është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Amerikë. Pra, këto të dyja janë elementë të cilët duhet deklaruar në dy rastet dhe kush është autoritet që merr. Nuk e përgjigje pyetjes time. A mund të hetoj SPAK një person që jeton në Amerikë? Patjetër, një vepër të dyshuar që ka ndodhur në Amerikë. Subjekti kontratës është Partia Demokratike e Shqipërisë. Jo, shkuj që ka firmuar. Një sekondë. Ky është garanti. Një paralele. Jo, një sekondë. Do të thotë ky garanti i mbulon dot 6 milionë euro, se garanti duhet i mbulon. Dakord jam unë në dyshimin e arsyeshëm që ti ke. Puna është, a heton dot personin që jeton në Amerikë? Ne jemi avokat. Një person i cili kapet këtu në Shqipëri dhe rezulton që ka një vepër penale që po hetohet në një shtet tjetër, i fillon dhe kryesisht hetimi këtu. Po t'japun një shembull tjetër. Falni sekond. A e paditi zoti Berisha Anthony Blinken në gjykatën në Paris? Çfarë jeti përgjigje nga Parisi? Nuk mund të hetojë persona që jeton në Francë. Ja, ta them unë përgjigje. Shikom. Si shikoj? Kjo para është. Jo, daci. Republika e Shqipërisë, në dallim nga shumica e vendeve të botës, ka dy parime të kodin penal, janë vjetra, zbatohen prej vitesh. Një që heton dhe gjykon shqiptarët edhe për vepra penale që i kryen jashtë vendit, pavarësisht se i kanë ardhur apo jo pasoja ndaj Shqipërisë. Dhe këtu kemi plot shqiptarë që bëjnë vepra në Itali, në Gjermani dhe janë kapur këtu dhe vazhdojnë këtu. Po për vepra që lidhen me Shqipërinë më avokat. Jo që s'lidhen hiç. Ngjarja ka ndodhur në Greqi, ai heton në Shqipëri. Dy shqiptar vriten në Itali i larg shok dhe heton SPAK-u dhe i dënon Shqipëri. Se ky është parimi shqiptar. Hetohet në të dy vendet. Pjesa tjetër kemi neve. Ka një element tjetër, kjo është një gjë që ndodhet. Robi mësoga edhe 51 vjeç, po mund. Po kështu është më saktë avër 52. Ora kemi raste. Vriten dy shqiptar që janë banuar në Itali dhe heton SPAK-u, po me një që ka pasojë. Kemi raste. Do ta them. Vazhdo në të dy rastet. Është përjashtim nga rregulli, shumica e shteteve nuk e kanë këtë. Italia e ka për çfarë? Pjesa tjetër, ka edhe një element tjetër. Po jo për shkak që vriten dy veta duke rrifen dy veta ose vriten me pikë basës dhe ti kam raste konkrete. Dëgjoj ti them tani apo ta lëm fare. Ka edhe dy raste tjera. Një rast tjetër është kur pavarësisht se janë shtetas tuaj, veprimet e tyre cënojnë interesat e Republikës Shqipërisë, ndiqen prapë. Dhe e treta fare është ajo që quhet jurisdiksion universal, që edhe sikur të mos kenë bën fare punë me ne, për krimet e luftës ne mund të arrestojmë këdo që ne mendojmë që ka kryer. Dhe të cilat atëherë, në cilat nga këto 3 pika potencialisht ti si jurist konstitucionalist klasifikohet kjo? E dytë parë. Një, sepse mund të jenë shtetas shqiptarë të cilët nëse kanë kryer gjithmonë, ata mund të merren përgjegjësi penale, por edhe nëse ka shtetas jo shqiptarë, por që sjellin dëm. Po Shqipëri dakord. Po kush është dëmi në këtë rast? Po mund të jetë dëmi, se ne nuk e dim, se deri tani themi se s'ka paligjshmëri. Po e gjija duhet më nxjerr foton e zotrisë, i kanë dhënë dhe dekorat këta qeverisë. Ku është? Ja ku e kemi. Zotin Seci, duke marr dekorat, ja ku e kemi. Kjo pyetje dështrohet nëse do kishim shkelje. Ne tani s'kemi shkelje dhe kjo pyetje është vetëm teori. Jemi ke faza hipotezave. S'ka, kjo është vetëm nëse. Takon del mandati pagesës, ne jemi në gjendje të bëjmë vetëm hipoteza. Për momentin dal mandati pagesës, hajde diskutojmë dhe nga e para. Okej, megjithatë ka një gjë për cilën mund diskutojmë. Pse po është Partia Demokratike? Këtë më njëherë, pas publicitetit.